تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal të na bëjë edhe neve prej tyre. Gjithashtu elusim Allahun subhanahu taala që këto kuvende i bëj kuvende të bereqetshme, ku melekët e Allahut i mbulojnë me krahët e tyre këto kuvende, zbret mëshira dhe qetësia Allahu subhanahu taala dhe Allahu na përmend tek melekët e tij në qiell. Nëse besimtari nuk fiton asnjë dobi kur prezanton apo kur merr pjesë në kuvendet e dijes pos këtyre sevapeve që u përmenden në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do t'i mjaftonte që mos mu bë dembel dhe mos mi lan këto kuvendet e dijes. Javët e kaluara i kemi shpjeguar disa vargje të autorit ku ka thonë tamassak bi hablillahi wattabi al-huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunani allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Kapu fort për litarin e Allahut dhe ndiq uzimin e mos u bëj bidatçi nëse e do shpëtimin. Punon në fen tënde sipas librit të Allahut dhe sunetit të profetit që ta gjesh shpëtimin dhe të jesh fitues i xhenetit. Ndërsa sot me lejen e Allahut do ta marrim një varg tjetër. Ky varg sot dhe javët në vazhdim ka të bëjë me një tematikë të njëjtë. Thot autori: "Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, kadhalika dana al-atqiya'u wa afsahu." Thuaj, nuk është e krijuar fjala e sunduesit ton. Kështu besuan të devotshmit dhe kështu thonë. Pra na, si pasues të sunetit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta themi botërisht, pa kurfar marrë, pa kurfar ngurrimi, të themi se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala, nuk është e krijuar. Pse vallë filloj me këtë çështje të akides, autori, pra me çështjen se Kurani nuk është i krijuar. Ka filluar me këtë çështje se në fillim na këshilloi që të kapemi fort për litarin e Allahut, për fenë e Allahut, ndërsa tash po vazhdon dhe po e cek në mënyrë më të detajuar çështjen se Kurani, fjala e sunduesit ton, fjala e krijuesit ton, nuk është e krijuar, mirë po është fjalë e Allahut dhul xhelal që e ka zbrit përmes melekut Xhibril tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, mendimi se Kurani është fjala e Allahut e nuk është i krijuar është mendimi ehlus sunnetit dhe xhamatit. Për dallim nga mendimet e kota dhe të devijuara të xehmive dhe waqifive dhe të tjerëve. Andaj, ne me lejen e Allahut do ta shpjegojmë mendimin e saktë të ehlus sunnetit në këtë çështje, për dallim nga grupet e devijuara për të cilat inshallah do të flasim në javët që vijnë. Thot Allahu dhul xhelal: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun." Ky Kur'an është një libër i begat. Ky Kur'an është një libër i bekuar që ne ta kemi shpallur ty o Muhammed. Gjithashtu thot Allahu dhul xhelal: "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Ky Kur'an është zbritje nga Zoti i botëve. Nazala bihi ar-ruhul amin. E ka zbrit atë shpirti i besueshëm Xhibrili alayhi salam. Në këto ajete Allahu tregoi se pra Kurani është i shpallur dhe i zbritur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Këtu parashtrohet një problematik. Allahu ja ka adresu Kur'anin Xhibrilit alayhi salam. Gjithashtu ja ka adresu Kur'anin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dhil 'arshil makin." Me të vërtet, ky Kur'an
është fjalë e kumtuar, pra e përcjell nga një i dërguar fisnik, që zotëron fuqi dhe pozitë të lartë te Zoti i Arshit. I dërguari fisnik, këtu është për qëllim kush? Gjibrili alayhis salam. Këtu është për qëllim kush? Gjibrili alayhis salam. Ndërsa në ajetin tjetër që adreson Allahu Kur'anin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Vërtet ky Kur'an është një fjalë e kumtuar, e përcjell prej një të dërguari të nderuar. E nuk është fjalë poeti, sa pak që po besonin. Pra, në ajetin paraprak ja adresoj Kur'anin Gjibrilit. Këtu po thot, po ja adreson Kur'anin kujt? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tash i dhujtarët të cilët e përgënjeshtrojnë Kur'anin, mund të thonë se ky Kur'an nuk është fjalë e Zotit, por është fjalë e kujt? E robit, fjalë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë i themi dhe si ju kundërpërgjigjemi atyre? A din dikush? I themi se këtë adresim, pra që po thot Allahu, fjalë e një të dërguar i fisnik për melekun dhe për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kjo ka të bëjë me adresim, kumtimi dhe përcjellje. Pra, Allahu e ka fol Kur'anin, e ka dëgjuar Gjibrili dhe ja ka përcjell Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar prej Gjibrilit, po në raste të tjera edhe ka dëgjuar drejt për drejt prej Allahut dhe ja ka përcjell kujt? Umetit të tij. Pra kjo është përcjellje apo kumtim, ashtu që kanë marrë prej Allahut subhanahu wa taala. E fjala është fjala atij i cili e ka thonë i pari. E kush është? Allahu dhul xhelal. Kurse meleku dhe profeti i tij, pra profeti i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vetë se e kanë kumtu Kur'anin në formën më të mirë, ashtu siç i ka obligu Allahu subhanahu wa taala. Kur'ani pra është i shpallur nga ana e Allahut dhe nuk është i krijuar. Sepse qofse dikush thotë se Kur'ani është i krijuar, kjo nën kupton se t'ja mohojmë Allahut cilësinë të folurit. Kurse ai i cili nuk flet, nuk meriton të adhurohet. Ja se thot Allahu dhul xhelal: "Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin." Populli Musait, pasi që është largu Musai prej tyre, çka kanë bë? Kanë filluar me adhuru një viç të cilën e kanë bë prej stolive të tyre të arit, të arit. Aje ka pas një zanë sikurse të lopës. Ja se thot Allahu, me ja hedh poshtë që ai nuk është Zot që meriton të adhurohet. Pse? Se nuk flet. Që i bjerë, Zoti i vërtet flet. A nuk e shihnin ata se ai nuk mund të fliste, as nuk mund t'i udhëzonte në rrugën e drejtë? Pra, automatikisht po e kuptojmë se Zoti i vërtet flet. Kështu që edhe Allahu dhul xhelal ka fol, flet dhe do të flas. Dhe kjo është cilësi e përkryer e Allahut subhanahu wa taala. Andaj themi se selefët të parët tanë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët, tabiinët, gjenerat pas gjenerate, po edhe ne besojmë se Allahu ka fol përmes Kur'anit dhe ka zbritur atë përmes Gjibrilit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe Kur'ani është libri i tij i përkryer, të cilit i besojmë ne të gjithë. Ehlusuneti dhe xhamati, pra besimtarët e vërtet, thonë se Kur'ani është fjalë e Allahut, nuk është i krijuar, është i zbritur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka folur me të realisht, me shkronja dhe me zë që dëgjohet. Prej Allahut ka fillu dhe tek ai do të kthehet. Nuk ka dyshim se
rruga e Ehlusunetit është rruga e drejtë në këtë çështje madhështore, sepse përputet me ajetet kuranore dhe hadithet e sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam. E kush kapet për dy shpalljet, sigurisht se do të drejtohet në udhën e drejtë. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Thot Allahu, e si mund të mos besoni kur juve ju lexohen shpalljet e Allahut dhe midis jush ndodhet i dërguari i tij. Kush mbahet fort pas fesë Allahut, sigurisht se është i drejtuar në udhën e drejtë. Argumentet e Ehlusunetit dhe Xhamatit për këtë çështje janë si në vijim. Së pari, Allahu dhul Xhelal thotë se yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Pra fjalën e tij, Kurani po e quajnë fjalë e Allahut. Ata dëshirojnë me ndryshu fjalën e Allahut. Po ashtu në surën Tobe thotë: "Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, thumma ablighu ma'mana, dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun." Qofse ndonjëri nga mushrikët apo idhujtarët të kërkon mbrojtje apo strehim, strehoje derisa ta dëgjoj fjalën e Allahut. Derisa ta dëgjoj fjalën e Allahut. Pastaj përcillet tek vendi i tij i sigurt, nga se ata janë njerëz të cilët nuk dinë. E dyta, fjala e selefëve se Allah ka folur me Kur'an realisht, por normal, domethënë edhe me librat e tjerë. Këtë librat e Allahut janë fjalë e tij. Dhe ka folur me zë të dëgjuar. Argument është hadithi i Ibn Mes'udit, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu flet me shpallje, banorët e qiellit e dëgjojnë një zë, sikurse tërheqja i zinxhirit mbi një shkëmb të lëmuar. Çka ndodh pastaj me banorët e qiellit? Alivanosen, i bjerë të fikt. Ata vazhdojnë të jenë në një gjendje të tillë derisa të vjen Xhibrili alayhi salam. E kur vjen Xhibrili, atyre u hiqet frika nga zemrat e tyre. Ata thonë: "O Xhibril, çfarë tha Zoti yt?" Ai përgjigjet: "E tha të vërtetën." Pastaj këta thonë: "E tha të vërtetën, e tha të vërtetën." Pra kjo hadith është argument se banorët e qiellit e dëgjojnë fjalën e Allahut të lartmadhërisëm kur të flas me shpallje. E dëgjimi nuk mund të realizohet ndryshe vetëse nëse është me zë të dëgjuar. Së treti, fjala e tyre, pra Allahu flet me shkronja dhe me shkronja. Gjithashtu është argument hadithi i Ibn Mes'udit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Kush e lexon një shkronjë nga libri i Allahut, i ka sa 10 sevape. Edhe një libër e ki Abdullah, dhurat, mashallah. Kush e lexon një shkronjë nga libri i Allahut, i ka sa 10 sevape. Ka domethënë shpërblim, dhe shpërblimi është me 10 sevape. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk po them se elif lam mim është një shkronjë, mirë po elifin një shkronjë, lamin një shkronjë, edhe mimin një shkronjë. Sa sevape subhanallah gjatë ditës i humbim. Sa sevape i humbim gjatë javës, muajt edhe viteve tona. E kemi një rast të volitshëm që me adhuru Allahun përmes fjalës së tij. Me lexu çdo herë, e kemi edhe në telefon Kur'anin, po e kemi edhe në mushafa të vegjël, apo edhe në mushafa të më të mëdhej. Mirë po megjithatë tregohemi gafila. Na kalon dita, java pa lexu Kur'an. E presim Ramazanin. Në Ramazan mule me lexu disa hatme. Pastaj mas Ramazanit e lajm e braktisim Kur'anin. Çka thon dikush për selefëve? Sa njeri i keq është ai i cili e neh Allahun vetëm në Ramazan.
Dhe ne po themi sa njeri i keq është ai i cili lexon Kur'an vetëm në Ramazan. Qofse edukojmë veten, çdo herë me lexu çdo ditë ka pak, çdo herë do ta shtojmë dozën edhe do ta shohim se jeta jon ka më ndryshuar. Atë kohë të çmuar që ja kushton Kur'anit, ka më çu Allahu bereqet në punën tonë, në ilmin tan, në pasurinë tonë. Kjo për shka? Vetëm për shkak të bereqetit të Kur'anit, nga sa është fjalë Allahut. Kitabun Aziz, është libër i madhrishëm. Andaj e këshilloj veten edhe juve që të lexojmë sa më shumë Kur'an, nga se përmes Kur'anit ne e shtojmë imanin, përmes Kur'anit e kënaqim Rahmanin, përmes Kur'anit do të shpëtojmë në botën tjetër. Së katërti, fjala e selefëve që kanë thonë Kur'ani është i zbritur. Ku e kanë marrë këta i zbritur? A peshini çdo fjalë që po e themi, ose me ajet, ose me sunet të Rasulullahut po argumentojmë. Nga se ilmi është, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, ka thënë sahabët. Për këtë arsye, rruga më e saktë, më e drejtë është rruga e ehlusunetit se i kanë burimet e shëndosha. Thot Allahu Dhul Jalal, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazan është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani. Së pasti, prej ti filloi dhe prej ti filloi. Kur'ani ka filluar domethënë prej kujt? Prej Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu Dhul Jalal, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Thuaj Muhammed, Kur'anin e ka zbrit kush? Gjibrili alayhis salam. Shpirti i shenjtë, shpirti i pastër e ka zbrit Kur'anin nga Zoti i yt me të vërtetën. Së gjashti, Kur'ani pra ka filluar prej Allahut dhe tek Allahu do të kthehet. Kur do të kthehet Kur'ani tek Allahu Dhul Jalal? Në fund kohës para kiametit. Pra musafat do të hapen, mirë po nuk ka shkronja, nga se do të hiqet Kur'ani, edhe nga musafat. Po do të hiqet edhe nga gjoksat e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, libri i Allahut do të ngritet dhe do të lartësohet në qiell. Kështu që në tokë nuk do të mbetet asnjë ajet. Po ashtu, në hadithin e Hudhaifës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Wa la yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu aya." Brenda një nate ngritet libri i Allahut të lartëmadhërisëm dhe në tokë nuk mbetet prej tij asnjë ajet. Andaj vëllezër, me këtë që e shpjeguam, e kuptojmë se rruga e ehlusunetit është rruga e vërtet në përputhje me tekstet e Kur'anit dhe sunetit dhe besojnë se Kur'ani është fjalë Allahut që ka zbrit përmes Gjibrilit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është e krijuar. Allah ka përmend Kur'anin në 54 ajete. Në asnjë ajet nuk ka thënë se Kur'ani është i krijuar, ndërsa ka përmend njeriu në 18 ajete dhe çdo herë ka treguar se njeriu është i krijuar. Andaj kuptojmë se Kur'ani është fjalë e Allahut, nuk është e krijuar dhe lutim Allahun që ta bëj Kur'anin pranverë të zemrave tona, ta bëj Kur'anin të atill që i zbatojmë urdhrat e tij, shërohemi përmes Kur'anit, gjykohemi te Kur'ani dhe jetësojmë urdhrat e tij. Allahumma amin. Edhe në javët e ardhshme inshallah do të flasim diçka rreth kësaj tematike, se autori ka përmend edhe 2 vargje të tjera. Lutim Allahun të na jep shëndet, na ruaj imanin, walhamdulillahi rabbil alamin.